Ai i cili e vret një person, jo vetëm besimtar, një person me pa drejt, pra i merr jetën pa lidhje, i hyn hak, është sikur të ketë vrarë gjithë njerëzimin. A kupton sa e shenjtë është jeta? Dhe sa e rëndësishme është kjo pikë që gjithë secili duhet ta ketë në mendje, vallahi se e bën një gabim edhe gjithë jetën e vun, po e vun edhe në ahiret. E vun edhe në ahiret. Ai që e vret dikën gjithë gjunafet që ka ai ja merr dhe gjithë sevapet e veta do ja le dhe mbase nuk lahet me ta akoma, nuk lahet. Nuk ka diçka që ta shlyje gabimin edhe fajin që ka bërë ndaj tij pra. Tek Imam Buhariu, po edhe tek Imam Ahmedi. Thot profeti alayhi salatu wassalam, dëgjoje vllai im dhe motra ime, vazhdon njeriu që të jetë në rrethin e fesë, brenda rrethit fesë, derisa nuk ka cënu një gjak të pafajshëm. Me dhonë me kuptu që po të cënove gjakun e pafajshëm, nuk është vetëm namazi, që është ai shumë i rëndësishëm në shtyllën e Islamit, po shife se çfarë rëndësie ka edhe gjaku i tjetrit, jeta e tjetrit, subhanallah. Tek Imam Buhariu edhe Muslimi na porosit profeti alayhi salatu wassalam dhe thot mos u ktheni thot në mohues, pra në kufar, mos u ktheni në mohues mbas meje, që të vrisni njëri tjetrin, subhanallah, pra i ka konsideru mohues njerëz që dalin nga feja që të vrisni njëri tjetrin, sa e rëndë që është.